Përshëndetje miq, mirë se erdhët sërish në podcast me Jonën. Sot jam në studio me Denisa Zholin. Denisa është me profesion farmaciste, por është dhe aktiviste. Kjo pikë na bën bashk, duke qenë se ajo ngre zërin për problematika të ndryshme të shoqërisë. Të falenderoj shumë Denisa që e gjete kohën për të ardhur. Do ndalemi pra në sektorin e shëndetësisë, sot, siç tham, dhe një nga ato fjalit që ne po dëgjojmë edhe kemi vite faktikisht që e dëgjojmë është se ky sektor në vendin tonë ka shumë problematika. Duke qenë se mjekët dhe farmacistët bashkëpunojnë me njëri tjetrin, unë zgjodha një farmaciste sot për me që jeni edhe më afër qytetarëve. Ne kemi zakon tani që pasi shkojmë tek mjeku, shkojmë edhe një herë bëjmë edhe një konsult me farmacistin, dhe një herë shmangim fare edhe mjekun dhe shkojmë direkt te farmacisti. Pikërisht për këto gjëra do flasim sot. Denis, duke qenë se jemi në val protestash këtë periudhë, njerëzit janë në shesh, kjo fjalia që sapo tham është bërë gjatë gjithë kohës në veshin tonë, jo shëndetësia, ti që je brenda këtij sektori, si e sheh? Patjetër që të rinjt kanë shumë arsye për të dalë në protestë. Shëndetësia është një sektor shumë i rëndësishëm për gjithë neve, dhe kur je vetë profesionist i kësaj fushë dhe i shikon nga afër problematikat e njerëzve, aty e kupton që zëri duhet ngritur. Zëri duhet ngritur dhe ka ardhur në një pikë që nuk mban më, si thot populli, ka ardhur në një pikë që nuk mban më. Unë në profesionin tim, në përditshmërinë time, has shumë problematika, patjetër që mungesa e ekonomisë penalizon shumë njerëz në blerjen e ilaçeve, në marrjen e ilaçeve, qoftë për një familjar, qoftë për fëmijët, që është gjëja më kryesore. Unë has shumë shpesh prindër, sidomos prindër të rinj që nuk kanë mundësi që të përgjigjen për fëmijët e vet tek pjesa ushqimore, ose vjen një recetë dhe nuk ka mundësi që të marrë të treja barnat që jep mjeku, po fillon të negociojë me ty, këtë marr, këtë lë, kë mendon ti, dhe gjitha këto vijnë nga mungesa ekonomike që kanë familjet sot në Shqipëri. Si e shikon ti, Denisa, protestën me syrin tënd si profesioniste? A do ketë pritshmëri, do ketë rezultat? Unë mendoj që kur ngrihen të rinjt, patjetër që do ketë pritshmëri, patjetër që situata do ndryshojë, patjetër që besoj do na vijë një Shqipëri më e mirë se sa kjo që jemi. Mbi të gjitha për pensionistët, të cilët përpëliten për të marrë ilaçet, shkojnë rinë me radhë dhe me orë të tëra tek mjeku për të kaluar tek pjesa e rimbursimit të barnave, duke qenë se nuk përgjigjen dot me lekë në dorë. Pastaj pjesa e rimbursimit patjetër që ka alternativa që për pensionistët nuk janë shumë efektive. Pastaj kalohet tek barnat që ata duhet i blejnë me lekë në dorë, dhe ky është një problem tjetër sepse shumë pensionistë nuk kanë mundësi ekonomike me pensionin që marrin që të blejnë ilaçet. Dhe kjo gjë të çon, domethënë, që pensionisti vjen ke ty dhe fillon, unë këtë se marr dot, këtë se marr dot, këtë më sugjerosh ti, dhe detyrohesh t'i japësh një ilaç që është fare i lirë, që ai përballojë pjesën e smundjes që ka. Ke raste konkrete, Denisa? Patjetër. Dhe si e bën, se kjo përballja e përditshme me këtë kategori njerëzish sigurisht që dhe të ndikon ty si profesionist. Patjetër, unë realisht ndjej shumë keqardhje, më vjen shumë keq, sidomos për pensionistët dhe për prindërit e ri që nuk kanë mundësi që të përgjigjen fëmijëve për pjesën më minimale dhe bazike të jetesës, siç janë barnat, dhe gjithmonë mundohem që të këshilloj një ilaç me çmim më të arsyeshëm që ato të munden që ta marrin. Ose rasti tjetër pastaj, unë kam shumë pacient që i kam të hapur dhe me listë. Çfarë do thot me listë? Me listë do thotë që marrin ilaçet dhe i sillin lekët në një moment tjetër kur marrin pensionin. Dhe kjo gjëja nuk është se është vetëm një herë, kjo është e përmuajshme. Domethënë marrin këtë muaj, sillin lekët muajin tjetër, vazhdon prapë situata, dhe realisht më duket shumë e vështirë për njerëzit kjo lloj gjendje që është bërë, dhe prandaj të rinjt sot dalin në protestë. Nëse mund të kem informacion, sa ka shkuar shuma e ilaçeve me listë? Edhe cila është mosha që merr me listë? Mosha që marrin me listë janë pikërisht prindërit e ri, edhe pjesa e pensionistëve. Pensionistët, po. Sepse ka shumë raste që vjen një gjysh apo një gjyshe dhe thotë që shikoj të keqë nëna ma shëno aty, se kur të marr pensionin unë do t'i sjell lekët.
Dhe normalisht ti nuk mund ta lësh atë pa ilaç. Do detyrohesh dhe t'ja japësh. Dhe patjetër që korrektësia është, i sjellin, po me shumë vështirësi. Çfarë të bëjmë përpara ata? Çfarë të bëjmë përpara, po. Do të thënë imagjino pak që një frutit nuk i vjen radha. Po. Që ta blejnë, se kur marrin ilaçet me listë, imagjino pak ushqimin. Janë gjë bazike që shumë familje nuk ka mundësi, ke prindërit e ri. Nga 3 ilaçe që duhet marrin për fëmijën, që e kanë pas me temperaturë, e kanë pas me një virozë, e kanë pas me një ftoje. Marrin vetëm antibiotikun, po vetëm antibiotikun ti nuk mund të marrësh, sepse antibiotiku ka nevojë të shoqërohet me një vitaminë, sepse dihet që efektet e antibiotikut janë një kryesor që shkakton myk. Pa. Kam rastisur, më fal, që teksa bleja antibiotikun më duhej edhe një vitamin, po vitamina doli që ishte më e shtrejtë në çmim se sa antibiotiku. Ky pastaj është problem tjetër, që suplementet ushqimore kushtojnë më shtrenjtë se vetë ilaçi kryesor. Dhe ky është një problem tjetër që e rëndon pjesën e buxhetit pacientit. E rëndon shumë. Sepse janë të detyruar që me antibiotikun të marrin edhe pjesën e suplementit ushqimor, se duhet. Duhet. Këta kategori njerëzish që vinë te farmacisti dhe nuk kanë shkuar ende te mjeku, kërkojnë të këshillohen me farmacistin për shembull. Keni? Po, ka. Po. Ka. Janë pacientët besnik të mit, që kanë fituar besimin tek unë, që vinë edhe qofse është një virozë lehtë që unë kam mundësi t'i jap një gjë, siç janë këto barnat OTC për shembull, si puna të Tylenolit, paracetamollit, patjetër që po. Pastaj kur është pjesa e ftojeve, e një viroze më të rënde të gjitha, patjetër që e drejtoj tek mjeku. Dhe është pastaj prap ky problemi i recetës që vjen edhe nga 3 ilaçe janë të detyruar të marrin 1 ose 2 për shkak të kostove të larta që ka ky bar. Si duken këto ilaçet që qarkullojnë në tregun shqiptar? Të pyes sepse më herët, gati një vit e ca më përpara, kisha një intervistë me një djalë qytetari thjesht dhe tha kur ua kam treguar recetën mjekëve në Itali, se kishte shkuar të kurojë në Itali, mjekët panë në sy njëri tjetrin dhe filluan të qeshnin, kështu më tha ideali, dhe thanë që këto ilaçet tregtohen në Indi ose në vendet e botës tretë. Do të thënë si jemi neve? Do të qëndron kjo teza që më ka thënë ideali apo ja ka fut kot ai? Tani cilësia e barnave në Shqipëri normalisht që nuk është më e mira. Ka barna që janë realisht të një cilësie të lartë, po ato janë me kosto. Me kosto që siç e citova, shumë familja nuk ka mundësi që t'i blejnë. Dhe ne marrim këto ilaçet e tjera. Duke qenë se s'ka mundësi që t'i blejnë, normalisht që negociojnë për barna që janë të lira. Po ato që janë të lira normalisht që nuk kanë atë efektivitetin 100% siç e ka një bar i mirë. Dhe ky pastaj është prap një problem tjetër. Mosha e re. Pas pandemisë, jemi të gjithë dëshmitar, është rritur shumë numri i personave që vuajnë nga ankthi, kryesisht të rinj. Unë kam pasur në podcast edhe psikologë edhe psikiatër edhe që na kanë dhënë disa këshilla, po një që mbaj mend nga psikologu ka qenë që duhet punosh me veten me qëllim që mos shkosh deri tek përdorimi i ilaçeve. Ndërkohë, kam të njohur që shkojnë direkt tek përdorimi i ilaçeve. Si shikon ti këtë grupin e të rinjve? Që mbas Covidit, unë flas personalisht për turnin tim, se unë punoj bashkë me 2 kolegë shkëlqyera që i kam aty. Dhe jemi të ndara në 2 turne. Unë kam pasur plot receta, sidomos përfshirje të rinjve me ilaçe, depresione dhe psikotike. Dhe është realisht për të ardhur keq, sepse vetëm kur vjen nëna vet, me syt me lot, që thot me shiko pa këto ilaçet, a janë të rënda këto ilaçet për vajzën time, dhe ti e shikon kështu dhe nuk di çfarë ti thuash që janë të rënda, e rëndon nënën më keq se fëmia. Dhe mundohesh ti thuash që shiko se do kaloj, do pi këto ilaçe, do bëhet më mirë, një konsult me mjekun do ta mbash akoma. Ka shumë vështirësi, por realisht këto parnat psikotike janë shtuar shumë, sidomos këtë rinj. Prezin e tretë, pensionistët nuk janë kështu. Rrallë ke pensionistë që janë me ilaçe psikotike, vetëm ato që janë në moshën 90+, që do të më thonë duhet i marrin në raste të agravuara. Po siç janë të rinjt, jo. Realisht të rinjt janë në një fazë të frikshme të barnave psikotike, të përdorimit të barnave psikotike nga mjekët neurolog. Do të thënë që të shkoj deri
për të përdorimi i barnave, i ka kalu ca etapa, domethënë janë tek kjo. Vazhdon stresi agravuar, çon në fazat e ankthit. Un kam raste plot të djemve të ri që më thon kam një shtrëngim zemre. Më ka kap një si atak paniku, çfarë do m'japësh ti? Ndërkohë që unë sugjeroj direkt te mjeku neurolog dhe nuk shkojnë sepse e kanë këtë pjesën, thon pse të shkojnë te mjeku neurolog, i duket sikur bullizohen, sikur e kanë për ulje që të shkojnë tek mjeku neurolog, kur në fakt nuk është turp që ti të kurohesh. E kanë turp që ty të vinë me një recetë me barna psikotike në farmaci. Pikërisht nga bullizimi që hasin ndërmjet njëri tjetrit. Të çon pastaj në rëndesën e situatës psikike ke këta të rinjt. Po, se neglizhojnë pjesën e vizitës Po. Pastaj është edhe ajo që ceka më përpara, mungesa ekonomike. Se jo të gjithë familjet ka mundësi të përgjigjen fëmijëve për shembull me barna psikotike 6 muaj apo 1 vit sa e jep mjeku. Për shembull, nëse një person nis këto barna psikotike, duhet të ndjekë gjithë jetën apo ka një cikël, ka një varet se sa i përgjeshëm është individi për t'i pirë në mënyrë të rregullt të barna. Në momentin që një pacient i pi në mënyrë të rregullt të barna, patjetër që efektiviteti do jetë. Por njeriu është edhe mjek i vetes. Duhet ta ketë vetë në veten e vet, qetësimin e trurit, largimin e stresit, mërzitjes e gjitha, po siç e kemi parë nga protestat, të rinjt nuk janë fare të qetë. Në momentin që të rinjt ngrihen në protest, do të thotë që ka arritur ku s'mban më. Po. Një me që jemi këtu të rinjt, Denisa, që të njohim edhe ty pak më shumë. Si mban mend ti kohën kur ishe në moshën e këtyre të rinjve që janë ngritur sot në protest? Unë realisht, kur kam qenë flas në vitet e shkollës mesme, vitet e shkollës lartë, kanë qenë vitet më të bukura të mijat. Ishim gjithë njësoj, kaloja kohë shumë bukura me shoqet e mia, me shokët që kisha në universitet. Kohë shumë të bukura që nuk mbaj mend që të kemi përjetuar ndonjëherë atak paniku, depresion, stres, apo që t'ishim për barna psikotike. Ishim të gjithë individ, me një synim për të bërë shkollën, për të arsimuar, për të mësuar sa më shumë, për të dalë në jetë, për të qenë profesionist të aftë, ashtu si që jemi dhe sot, po që të kishim këto situata, jo. Ku e shikon, si e shikon të ardhmen për këta të rinj? Se nuk shtyhet jeta me ilaçe? E kuptoj. Jo, unë të thash, realisht më vjen shumë keq dhe besoj që do vi një Shqipëri e re, besoj që do ketë zhvillim. Besoj që do ketë mundësi, gjithë si shoqëri, mundësi për këta të rinj. Do dalim drejt edhe ne. Angazhimi jot tek Partia e Lirisë. Ç'tu desh partia, Denisa? Ç'tu duhet partia? Un kam shumë miq që janë të gjitha partitë e mundshme të vendit ton. Edhe këtë pyetje ju, që duhet partia ju? Shiko, partia është një shkollë e shkëlqyer. Ashtu, a? Po, sepse aty një individ që janë nga të gjitha fushat, një profesionist nga të gjitha drejtimet, aspektet, dhe ti mëson. Në parti maturohesh. Maturohesh duke njohur njerëz, duke pasur eksperjenca, aktivitete, patjetër edhe daljet të publike të bëjnë shumë mirë për pjesën e të folurit e të gjitha. E shikon si mision përfshirjen tënde në një parti politike për të shërbyer kujt? I të rinjve duhet të dëgjohet. Se po nuk u dëgjohet zëri i të rinjve, nuk zgjidhen problemet kurrë. Duhet të dëgjojmë njëri tjetrin që të zgjidhim problemet. Çfarë mendon për kastën e vjetër politike? Duhet larguar? Unë jam me këtë që kërkojnë të rinjt sot, një Shqipëri të re. Një Shqipëri të re ku të mos ketë më probleme të tilla, ku të rinjt të mos jenë në depresion, ku të rinjt të kenë mundësi punësimi, të jenë të kënaqur me pagat, të mos ikin jashtë shtetit për të kërkuar mundësi po të punojnë në vendin e tyre, ku shëndetësia t'i japi prioritet njerëzve, pacientëve, prindërve të rinj, familjeve, pensionistëve mbi gjitha, që janë domethënë pjesa më e prekur në shoqërinë tonë. Pensionistët janë të parët që shkojnë aty te kutia e votimit, në fakt. Po, pikërisht kjo është, edhe pastaj mbas kutisë votimit vjen dhe qanke unë. Pa. Për pjesën e barnave, pse kjo ka shtrenjtë, unë se përballoj dot. Që unë fund ditës pastaj nuk kam ç'të bëj. Denis, po të pyes si një e re, e lëm jashtë si politikën ashtu edhe profesionin. Nëse do të vinte mundësia që të largoheshe nga Shqipëria, a do zgjidhje etike apo do vazhdoje të qëndroje të shërbeje në vendin tënd? Familja ime nuk do e pranonte kurrë që unë të ikja, sepse gjithmonë
fjalët e prindërve të mia, ne kemi investuar për ty, të kemi dhënë një profesion që ti të punosh në Shqipëri, të jetosh në Shqipëri dhe të kesh të ardhurat mira për të jetuar në Shqipëri. Dhe nuk do e doja kur largimin nga Shqipëria. Kur. Dhe realisht më vjen shumë keq edhe për ato njerëz që janë larguar nga Shqipëria për shkak të pamundësive për të jetuar këto. Shqipëria është një vend i bekuar me të gjitha të mirat dhe qofse do kishim një politikë ndryshe, ku ne të mos kishim këto problematika, ne do ishim njerëzit më të lumtur. Duhet futemi në Bashkim Evropian? Mendoj që duhet futemi, po jo me këtë lloj politike që është. Sepse që të futesh në Bashkimin Evropian, ti duhet të kesh plotësuar disa kritere, dhe ndër kriteret kryesore është arsimi dhe shëndetësia. Kur këto janë mangut, pastaj Me që më përmend pak edhe pjesën e familjes, prindrit mëse nuk duan që ti të largohesh. Do të thënë, unë jam e sigurt që të gjithë prindrit tan nuk duan asnjë prind nuk do që fëmia të ikë. Fëmijën ta kenë larg. Si të duket edukimi sot i brezit të ri me edukimin atëherë? Ne shpeshherë në biseda e si përthemi edhe kujtojmë atë acarimin e babait, ose kur mami ngre zërin, ose me një shikim, neve kemi qenë fëmijë shumë të bindur se sa këta që janë rritur sot. Si e mban mend familjen dikur? Babai im ka qenë njëri shumë kritik. Duke qenë se ishte edhe ushtarak, e kishte shumë këtë pjesën e kritikës, të kërkesës llogarisë, ndërsa mami më ka përkrahur shumë, ishte pro meje gjithkohës. Ndërsa të rinjt sot i shikoj shumë të rebeluar, shumë të stresuar, dhe një fëmijë që është i stresuar nuk kontrollon as mendjen as gojën. Domethënë ka tendencë ta fyej prindin, ta lëndoj prindin, të ndjekish shoqërinë. Ndonjëherë për shembull shoqëria është dhe e gabuar, që ty të çon në përdorimin e lëndëve narkotike. Dhe kjo e agravon shumë më shumë pastaj pjesën e irritimit edhe të debateve me prindit. Nuk kam pasur rast të një zonje që fëmia asaj përdorte lëndë narkotike dhe ajo kujtonte se ai ishte në depresion. Ndërkohë që kur e çon për vizitë tek mjeku neurolog, ai pastaj i tregon që ky ishte përdoruesi lëndëve narkotike që ajo nuk e dinte fare. Dhe kjo pastaj sjell ato problematikat e veta, vështirësitë në familjen e këtij fëmie, siç janë për shembull kostot ekonomike, që ai fëmia ka hyrë borxh për të blerë ato substancat dhe ato njerëzit vinë kërkojnë lekët tek shtëpia e këtij fëmis. Është zinxhir pastaj, pasoja është nuk ka fund. Unë në 8 vite punë kam eksperienca shumë të mëdha, domethënë në përballje me popullin, në përballje me vështirësitë e njerëzve, me hallet e njerëzve, sepse nuk ka ditë që ti të mos dëgjosh hallet e njerëzve. Dhe është shumë e vështirë realisht. Rinia sot është, mendoj që është në një gjendje të vështirë, prandaj ata të rinj sot kanë dalë në protestë. Është qartë. Më thuaj një rast pa përmendur emra që të ka prekur vërtet shumë. Mua rastet që më prekin janë sidomos prindërit e rinj që nuk kanë mundësi t'ju marrin fëmijëve të sëmurë, foshnjeve, ilaçet. Dhe ky është një rast që nuk ka ku të shkojë më, domethënë që të vjen nëna me fëmijën pa bërë 1 vjeç, që digjet nga temperatura me një recetë dhe thotë shiko se po marr vetëm antibiotikun unë dhe këto të tjerat po i lej njerëz se s'ka mundësi, si isha në spital, harxova gjithë ato lek. Pse harxojnë lek në spital këtu? Prindërit thonë që harxojnë. Prindërit thonë që harxojnë. Shëndet, për shëndetësia është edhe falas, po nejse. Njerëzit nuk ma miratojnë shëndetësinë falas. Njerëzit vinë dhe isha në spital, harxova kaq lek, s'kam lek marr ilaçet, shënoj ti pak aty se unë do t'i sjell ty. Dhe normalisht nuk mund të lesh tjetrin pa ilaçe. Është dhe kjo pjesa humane pastaj që patjetër që po. Dhe unë kam rrezikuar shumë, domethënë edhe me një njerëz që unë se kam njohur fare, vetëm se ka qenë me fëmijë, ja kam dhënë barnat pa pagesë. Pavarësisht se korrektësia është, njerëzit janë shumë të mirë. Dhe i sjellin lekët. Por gjithmonë te shumica e njerëzve ndodh kjo gjë që nuk kanë mundësi që të marrin me recetën e parë barnat. Po ky rimbursimi për moshat e treta tani janë se ilaçe që jepen me rimbursim. Po zakonisht me çfarë kam dëgjuar unë, se kuptoj fare këtë sektorin e shëndetësisë. Tani këto që janë me rimbursim, shumica e ilaçeve është në mungesë. Po çfarë rimbursohet këtu, mungesa? Këtu rimbursohet një ilaç që vendoset, pa ilaçi nuk është asnjëherë. Nuk preferohet nga shumë pacientë se nuk jep efektin e duhur. Ose është mungesa e shumë barnave, që edhe ky është një problem i madh, mungesa e shumë barnave në tregun farmaceutik, që
një i moshës stresit që janë pensionistët e ka problem të pranojë një ilaç tjetër, se është Pa. mësuar me atë. Pa. Dhe detyrohet që të shkojë edhe një herë tek mjeku profesionist që t'i sugjerojë ai alternativën atij ilaçi, po ndodh që edhe ajo alternativa nuk është. Dhe kjo sjell një sorollatje të paparë të pacientëve nëpër dyert e spitaleve. Për shembull, po të marr një shembull, është një ilaç që është për hollimin e gjakut, sindrom. Po, sindromi nuk është Nuk më. është më. U bë vite që nuk është. Tani ky pacienti që është mësuar me sindromin, me çfarë do ta zëvendësoj këtë ilaç? Ky e zëvendëson me antiagregantë të tjerë, siç janë Xarelto, që do paguaj edhe diferencën, se nuk është falas. Është me pagesë. Edhe këtë do bëj. Tani unë Denis do aludoj edhe për një gjë, po me të dëgjuar e kam, ose konfirmoj ose lërën heshtje, nuk e di se e kuptojmë vetë neve këtë. Kam dëgjuar që farmacit bashkëpunojnë, jo farmacit, po depot farmaceutike bashkëpunojnë edhe me mjek. Këto ma kanë thënë qytetarë të ndryshëm, për shkak denoncimeve që kishin për të bërë një media tjetër kur unë punoja, dhe s'ka mundur do ta verifikoj, po njerëzit këtë thonë, që mjekët bashkëpunojnë me depot farmaceutike dhe prandaj kur neve shkojmë dhe blejmë medikamente në farmaci, na del vitamina më e shtrenjtë se sa antibiotiku. Kjo është e vërtet. Këtë e din të gjithë, edhe pacientët që vinë e marrin janë të dërgjeshëm që kjo vitamina është më e shtrenjtë se ilaçi kryesor për shkak se e shkruan mjeku. Dhe në momentin që e shkruan mjeku, ata janë të detyruar që ta marrin, sepse mjeku i thotë ti do marrësh të ilaç që them unë. Unë patjetër që e tentoj, them, shiko, ke një më të lirë se ky, sepse merr këtë kaq të shtrenjtë. Por në shumë raste fjala e mjekut nuk bëhet dysh. Po, sepse ne kemi besim te mjeku. Kemi besim te mjeku. Edhe një pyetje kështu në konfidencë, atë shkrimin e mjekut si e kuptoni ju? Prandaj shkrimi doktorit. Bën 5 vite shkollë bashkë me 6 muaj praktik, bashkë me vitet e punës që ty të ndihmojnë që ti të lexosh atë shkrimin e çuditshëm. Po pse shkruajnë ashtu ata? Nuk kanë shkronja tjera? E kanë qef të na sfidojnë neve. E kanë vërtet, është asnjëherë se kam kuptuar. E kanë qef të na sfidojnë neve. A kanë një rregull të caktuar, a kanë një sekret që duhet bërë? E kanë qef të na sfidojnë ne. Sa të aftë jemi ne farmacistët për të lexuar shkrimin e një doktori. Asnjëherë se kam kuptuar pse doktori shkruan aty s'ka shkronja, viz, domethënë bën një p ai dhe viz, paracetamol. Po. Kështu që ti kur e shikon këtë lloj shkrimi do negociosh dhe me pacientin. Ti thuash për çka ke shkuar për vizitë, çfarë problematike ke pasur, pastaj nëse ti ngec akoma je detyruar të marrësh të mjekun telefon. Çka ke shkruajt vëlla se nga 2 ilaçe i treti çfarë ke shkruar është filan pacienti. Po. Më kjo është sfidë më vete. Është një gjë e përditshme. Unë nuk e di, se nuk jam vizituar ndonjëherë jashtë Shqipërisë, po se di për shembull si funksionon në Itali, po i njëjti shkrim është? Në shtete tjera mendoj që recetat janë elektronike. Dhe kjo gjë duhet ishte bërë me kohë në Shqipëri. Po. U diskutua ca kohë që do riktheshin recetat elektronike, por prapë dhe sot e kësaj dite nuk funksionon kjo gjëja. Recetat printohen dhe janë elektronike që t'jenë të qarta dhe për pacientin edhe për farmacistin. Ti shkon për shembull për ilaç për dhimbje koke edhe ti jep ilaç për veshkat ai. Po, ka ndodhur këto raste që unë i kam dëgjuar që ka shkuar për ilaç për të vjellat, një gjysh, dhe i ka dhënë diazepam. Po, ilaç për ta vënë në gjumë. Po. Ndodhen edhe këto. Po fletë gjumë e sigurt që të ka bë efekt ilaçi. Të ma thoshe një gjysh. Tani ca kështu mundësi shqiptarësh. Thonë për shembull që ilaçin nuk duhet ta pish asnjëherë me qumësht. Ta përcjellësh me qumësht. Është e vërtet kjo? Apo vetëm me ujë duhet? Ilaçet mund t'i pish edhe me qumësht dhe me një lëng frutash. Edhe me lëng frutash. Edhe me një lëng frutash pihen, nuk është problem, po neve zakonisht i sugjeroj me ujë, duke qenë se uji është ajo pija bazike që e ka çdo njeri në shtëpi. Po. Edhe gjithmonë i themi me ujë. Okej. Për shembull, nëse unë ngatroj një ilaç dhe e konsumoj para buke në vend që ta konsumoj pas buke. Se kanë ngel këto, domethënë kur duhet ta ha para buke apo pas buke, kur do ta pi ilaçin. Po, neve këto të anemis që i japim, domethënë zakonisht mbas buke, duhet qenë se hekuri është pak i fortë për të përballuar stomak, edhe antibiotikat.
edhe antibiotika, sepse nuk përballojnë nga pjesa e organizmit me stomak bosh. Pastaj pjesa tjetër nuk është se ka ndonjë rëndësi. Unë vetë jam nga ato paciente që nëse hap çantën time ose portofolin tim gjen oki gjatë gjithë kohës, nuk ka ditë që mos të kem oki, jo se e konsumoj, po që kam dëgjuar që ka pas soja. Oki është bar me recetë. Po, me recetë kam dhënë, se kam për dhëmbin. Në momentin që oki erdhi në treg, pati një bum të madh nga njerëzit që e pinin pa kriter. Po, ka pas soja të rënda? Efektiv. Oki është efektiv në dhimbjet e kokës, po domethënë filloi një konsum pa kriteri i okit. Dhe nuk mund të pish okit çdo 2 orë. Po. Njerëzit e vazhdojnë me okit çdo 2 orë. Dhe të freskon ajo është e shishme kështu. Po, shihen e ka të mirë, si mente kështu edhe pim dhe për qef në Po, në vend një pije. Edhe që u bë shumë keq kjo pjesa e përdorimit të përditshëm, kaloi me recetë. Pasojat besoj normalisht ka efekte anësore nëse konsumohet me teprit. Nëse konsumohet me teprit, po. Qofse merr në rastet e dhimbjeve të kokës dhe dhimbjeve të dhëmbit, se për këto alternativa është oki, nuk ka asnjë gjë. Madje më ka ardhur dhe një i huaj një radhe, edhe thoshte I need antibiotic. Edhe I thash, why you need antibiotic? Because you are in Albania, you have pain, I take antibiotic. I have pain in my head and you drink antibiotic. Edhe ai filloi duke qesh ai shumë, si I thash pse je në Shqipëri, po kërkon kaq shumë antibiotik dhe ai huaj më kërkonte antibiotik pa recetë. Po. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje se I thon njerëzit që shiko, ke një dhimbje fyti ti. Po, shko. Futi një antibiotik. Po. Merr një amoxicillin edhe të kalon direkt. Dhe nuk kuptojnë që ky antibiotiku të krijon rezistencë. Po, nuk bën më efekt më vonë. Që ti kur të kesh nevojë gjatë dimrit për këtë antibiotiku, ti nuk të bën më efekt ky antibiotiku. Vitaminat a zëvendësohen 100% nga ushqimi, ndonjëherë dhe nuk kemi nevojë? Jo, sepse neve nuk po ham ushqime bio. E dim të gjithë se si është tregu, që të gjitha ushqimet janë me kimikate, kanë përmbajtje shumë të lartë të nitrateve, nitriteve, që janë të vërtetuara edhe nga eksperimentet që kanë bërë njerëzit me anë të pajisjeve që kanë vendosur nëpër fruta, nëpër perime. Dhe normalisht, duke pasur këtë mungesën nga vlerat ushqimore, jemi të detyruar t'i marrim nga ilaçet. Unë vetë për shembull jam konsumuese e rregullt të një vitamine gjatë kohës që ndrohen stinët, për shembull në vjesht. Kam përshtypjen, apo jo? Vitamina M, multivitamina, që përdoren për pjesën e ushqyerjes së trupit. Tani dhe I pyetje kështu legjend fare, se me këtë janë dakord gjithë shqiptarët që do e shohin këtë podcastin. Pse neve kemi mungesë vitamine D? Të gjithë kemi pa mjaftueshmëri. S'doli njëri me teprit. Unë mendoj që neve si popull e kemi edhe në gjenetik mungesën e vitaminës D. Po si e kemi pak gjenetike, bëhet matja tek mjeku e vitaminës D dhe përcaktohet sa unitet do ta përdorësh, se janë disa doza. Po, nëse unë nuk dua të marr këto doza, po duhet ta marr në mënyrë natyrale vitaminën D. Deri në 2000 unitet e përdor nga një për ditë. Çfarë është kjo? Deri në 2000 unitet është doza e vitaminës që përdoret nga një në ditë. Nuk mund ta marr dot në forma tjera? Nga dielli pastaj. Nga plazhi, muajt e verës. Veç më djeg fare. Nga dielli është burimi kryesor, po për disa individ nuk është mjaftueshëm. Thithja e rrezeve të diellit për të zëvendësuar vitaminën D. Tani, unë do të bëj edhe këto pyetjet që kanë zakonisht të njerëzit që merren me fitness. Do të thënë fusin dhe ata ca suplemente, shtesë. Për pjesën e proteinës edhe këto. Në farmaci shiten këta apo janë dyqane specifike që nuk i mbështet farmacia? Neve domethënë kemi më shumë pjesën e integratorëve që lidhen me ilaçet. Jo pjesën e se kam parë dhe suplemente që mbajnë edhe farmaci. Për shembull janë sa kokra ashwagandha, ku diun se ç'është. Ato ç'a janë këto? Këto janë integrator te njerëzit për shembull që mund të kenë një periudhë stresi. Tek individ për shembull që kanë ngarkesë provimesh dhe duan të jenë të qetë, që të mos kenë stres, mos kenë lodhje mendore, që të jenë të fokusuar për të mësuar sa më shumë. Edhe kjo të bën mirë. Dhe përdoren këto integrator, suplement ushqimor, që merren dhe këto pa recetë. Suplemente që të ndihmojnë që të jesh I përqendruar, mos kesh atë lodhjen mendore, të jesh I qetë për një provim, për një aktivitet që ti ke. Edhe për sa kohë për shembull mund të ndiqet kjo apo to zakonisht përdoren sipas nevojave që ke 1 muaj, 2 muaj, maksimumi deri në 3 muaj, varësi të nevojës që ka individi. Po mosha ka kufizim? Për shembull nga
Këto përdoren nga 20 vjeç e lartë. Nga 20 vjeç. Nga 20 vjeç e lartë. Okej. Ja, hoq edhe një kuriozitet. Si jam që jam, bëj dhe unë sa pyetje. Gjurja, kena i pyetje? Për shembull, kam një shokun tim që ha vetëm gjëra kështu, jo ushqime, ha vetëm gjëra të thata. Po. Ç'a vitamine duhet marrja? Duhet të marrë multivitamin. Multivitaminat janë ato që kanë gjitha llojet e vitaminave brenda. Dhe ato të ndihmojnë që ti të fitosh edhe ato vitamina që nuk i ke. Edhe ushqehesh me ato. E qartë. Emergjencë shoh edhe pjesën e dobësimit shpejt. Do të thënë, marrim ca kokra dhe dobësohemi edhe bëjmë sikur kemi ngrënë, jemi të ngopur. Pa recetë jepen edhe ato, ka çajra, edhe në farmaci gjejmë. Qa nuk ka për të dobësuar. Për shembull, unë jam vetë një konsumuese dikur, doja të dobësoja, por nuk u dobësova asnjëherë me këto kokrat. Ideja është këtu që njerëzit hanë një vit, edhe ato 3 muajt e verës duhet të bien patjetër kile, po nuk funksionon kështu. Domethënë ti duhet të kesh një regjim strikt gjatë gjithë vitit, që të mos i fitosh ato kilet e humbura. Pastaj këto e kanë atë efektivitetin që ty të japin atë ndjesinë e ngopjes, të shtojnë ato proteinat e mira, domethënë fibrat e gjitha. Por nëse ti nuk ke një regjim të rregullt, që ti të eliminosh yndyrna, të eliminosh pjesën të ushqimeve shpejta, pijet me gaze të gjitha, ato nuk kanë se si të t'japin pastaj ty efektivitet. E qartë. Edhe një pyetje të fundit, çfarë kanë më shumë turp shqiptarët blejnë farmaci? Barna psikotike. Biseda ishte shumë e këndshme. Faleminderit. Unë të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe shpresojmë që të bëhet më e mira për Shqipërinë tonë të përbashkët. Patjetër që do bëhet, patjetër që do bëhet. Edhe sukses edhe në politik. Faleminderit, shumë Pavarësisht se faleminderit. porosia ime është mos rrin politik, largo nga politika. Ky ishte podcasti për sot, isha në studio me Denisa Zholin. Shikojmë sërish në podcastin tjetër. Faleminderit.